Të dashur shqiptarë, sipas një ligji të miratuar nga Partia Demokratike të udhëhequr nga Sali Berisha, është nxjerrë një ligj sipas të cilit toponimet e Shqipërisë, toponimet e atë dheut ton, mund të ndryshohen nga bashkitë lokale, pa lejen e parlamentit dhe pa lejen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Dhe sipas kësaj mënyre, emri i fshatit të bukur Dritas, që vjen nga gjuha ilire Driktas, që do të thotë dragua, është krijuar kjo fjalë në një periudhë kur ylli polar ishte në yllësinë e dragojit, sepse çdo 2000 vjet zodiaku në qiell ndryshon me 3 gradë. Pra, i bie disa mijëra vjet më parë është krijuar fjala Driktas, syri i dragojit që ishte ylli polar. Aq i vjetër është ky fshat i lashtë që studja e etimologjisë e quajnë gjuhë pellazge, por është gjuha e arvanitasve ose gjuha e fisit i lirë albanoi, dhe ky emër i bukur Dritas është përkthyer në gjuhën greke në Fanari. Dhe emri i fshatit Dritas nuk ekziston më, është bërë Fanari. E njëjta gjë është bërë në Greqi dhe janë ndryshuar 4000 toponime arvanitase në të gjithë Greqinë. Dhe gjuha arvanitase nga Sudja quhet gjuhë pellazge, sepse Sudja vjen nga pradeshi dhe arvanitas për të nuk ka kuptim, sepse arvanitas do thot njëri i bardhë në gjuhën ilire, dhe atë shqiptare ose një prift që sakrifikon kafshë të bardha. Pra edhe Sudja është në shërbim të kishës ortodokse greke, mbi emrin e saj Kocaqi ka kuptimin bejte në gjuhën e Kretës. Pra, këta kanë ardhur në shekullin e 15 dhe janë shqipfolës. Po ashtu edhe Sali Berisha ka ardhur gjoja nga Kosova, por ai banon në fshatin Vuçidol, që do të thot lugina e ujkut. Vučica është ulkonja e vogël dhe Vučić, emri i presidentit serb Vučić, do të thot ujk i vogël, ujk i ri. Kjo është origjina e fshatit Vuçidol. Dhe dolë do të thot dolinë në gjuhën slave dhe do të thot luginë. Fjalë për fjalë lugina ujkut. Aty ka lindur Sali Serbi dhe ai është bërë argati i Greqisë dhe ka lejuar të hiqen toponimet e Ilirisë dhe vendosen toponime greke në shekullin e 21. Sali Serbi në shërbim të Greqisë. Dhe që në fillim Partia Demokratike ka marrë fonde nga agjentura greke për të ngritur Partinë Demokratike. Është parti antikombëtare. Menjëherë duhet të hiqni dorë nga Partia Demokratike dhe të bashkoheni me lëvizjen tonë patriotike. Unë jam student i dhjetorit, unë jam kundërshtari më i madh i Sali Serbit. Dhe unë kam denoncuar 4000 ndryshime në toponimet greke, nga arvanitase në ato greke, nga viti 1843 dhe deri në vitin 2025. Janë bërë 4000 ndryshime dhe tani po bëhen ndryshime në toponimet e Shqipërisë duke bërë ato greke. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju lutem na përkrahuni, bëhuni me ne. Kjo është lëvizja jonë e re studentore, lëvizje intelektuale. Ju faleminderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.